Ekziston disa modele, domethënë shkencëtarët janë mbulluar kanë tentuar të krijojnë disa modele në mënyrë që ta definojnë plakjen e aktive ose të shëndetshme. Një model flet për modeli i mungesës së smundjeve, domethënë ka të bëjë me individ që janë në gjendje të mirë fizike, janë aktiv në aspektin social, në pikpamje kognitive janë, domethënë funksione kognitive të ruajtura, edhe individ që kanë mundësi të kontribuojnë në shoqëri. Domethënë kjo është një model. Një model tjetër është modeli i mirëqenies psikologjike. Funksioni aktiviteti është jashtëzakonisht, funksioni aktiviteti fizik është jashtëzakonisht i rëndësishëm për mirëmbajtjen e funksioneve kognitive. Gjitha studimet flasin për rolin që ka aktiviteti fizik, asociimin me rënien e funksioneve kognitive edhe me zvogëlimin e rrezikut të demencës. Sipas filozofisë japoneze, ikigai, secili prej nesh e ka ikigain brenda, vetëm se disa e kanë zbulu, tjerët janë në proces të zbulimit, pasi që është brenda tyre. Sipas disa definicioneve tjera që ata kuptojnë, ikigai është qëllimi pse jetojmë, qëllimi pse zgjohemi në mëngjes dhe fillojmë ditën në mënyrë që ta përmbushim veten.